Kështu që unë u thash, faleminderit për besim, por nuk kam mundësi se s'më lejojnë kushtet ekonomike, sociale. Unë rrjedhi prej një familje të klasës punëtore, prindi me nxispret më ju bo një krah pune. Shife, komuniteti jonë, ju e dini, gjuha amtare ka gjuhë, nanës e ka gjuhën shqipe. Tjetër gjuhë nuk ka. Unë thirrë Muharrem Shala, jam i biri i Shabanit dhe i Nurijës, kam lindur me 3 maj 1950 në Pej, rrjedhi prej një familje klasë punëtore. Baba im ka qenë punëtor në këtë sipërmarrjen e ashtu i quajtur në atë kohë Zgradnia. Në bashkësi familjare kem qenë 3 vëllezër dhe 3 motra. Shkollën fillore e kom kryer në fshatin Baran. Për arsye se kushtet jetësore dhe jam rritë te gjyshja prej anës nanës. Sepse nana ime nuk ka pas as vëlla, as motër, edhe gjyshi ka baba në një mënyrë më ka thonë shko jeto te gjyshi prej. Edhe jam rritë në fshatin Baran. Prej moshës 7 vjeçare. Kështu që aty e kom kryer shkollën fillore, pastaj e kom kryer shkollën e mesme në atë kohë të quajtur 11 maj, në Pej, edhe më në fund 70-71 jam regjistruar në Fakultetin Juridik në Prishtinë, të cilin e kom kryer në afatin Erkard. Kam diplomuar në tetor të vitit 1973, dhe kam qenë student, as bursist i komunës së Pejës, edhe fillimisht jam punësu si referent për çështje juridike pronësore në komunë, e pastaj me 17/2 1975 kom kaluar si praktikant në gjykatën komunale në Pejë. Zot Muharrem, pse pikërisht e zgjodhe drejtësinë? Shife, unë mas pari kur e kom kryer gjimnazin, shkollën e mesme, e kom pas synim ta kryej drejtësinë, edhe nëpërmes saj të marr njohuri edhe dituri edhe njerëzore, kështu që më ka pëlqyer si shkencë, e kom dasht edhe për ata jam regjistru, edhe hala e du. A mendon që ke po pa drejtësi në shoqëni që e zgjedhe ti me studiu drejtësi? Jo, e kom dasht. Unë nuk e kom dasht edhe du edhe. Mu kthi pak në kohë, qysh e kujton fëmijërinë e juaj? Qysh ka qenë fëmijëria juaj? Pa, fëmijëria si të gjithë popullit shqiptar në ato kohë, po thuaj se kanë qenë kushtet ekonomike, sociale të njëjta, të barabarta. Unë jam rrit me gjyshen, na i thojmë rahmeti pa shpirtin, ndoshta edhe jo. Kështu që unë nuk di a ka dash ndonjë non fëmin ma forca jo. Unë nonën gjallë kom pas, por me atë jam rrit me gjyshen edhe kur më ka vdek nona, 42 vjeçar nuk e kom hetu fort se më ka vdek nona. Se nonën biologjike e kom thirrë nemën, e gjyshen e kom thirrë nonë. Mirë, kom pas fëmijërinë atë kohë, edhe aty në shkollën fillore kom kalu mirë, pa të lashe. A keni pas ndaj sfidë që e kujtoni në atë kohë? Çka u kon sfida për juve më e madhe? Po, unë zakonisht si nxënës së shkollës fillore, po shprehna me modesti, kom qenë nxënës i mirë, i shkëlqyshëm. Kështu që tu fillu prej mësuesit 4 klasëve, edhe derisa e kom kryer në 8-ën, të gjithë arsimtarët më kanë vlerësu në mënyrë njerëzore. Nuk kom qenë njeri që kom bo probleme, kom shkaktu. Normal si gjithë nxënësit me lojna, me tape, me këto. Unë nuk kom pas asnjëherë asnjë të lashe. Çfarë do lloji qoftë.
A të kanë gjelozu ka pak fëmijë tjerë që po mësojnë mirë? A ka pas ndaj bullizim në atë kohë që po i thojnë me këtë termin e ri? Unë nuk e kom përjetu për veti. Jena shoqënu, bile më kanë vlerësu, më thoshin, ai, ka ndodhë për shembull me njenin, u të isha prej shtëpis, shkojshim deri një furrë, edhe ai kthehej aty në furrë, se nuk ka qenë zanë si mirë, mu ma gjuj keni sa mund, shko dhe ka të vish hajde kësaj, ai ka qenë ma vjetër se unë, e shkojmë shtëpi, më thosha, ma se unë i kallëzoj babës ta. Ti hesa munin, hajde këtu më gjohë. Ja, nuk kom, kemi pas shoqëni shumë të mirë. A keni pas në atë kohë shoqërinë krejt shqiptar, ka pas edhe nga komunitetet tjera? Pjesa ma e madhe nga shqiptarët, por ka pas edhe nga komunitetet tjera. Ka pas edhe, për shembull në klasën e kom pas edhe një rom, ka qenë zanë si mirë. Asaj ka pas, as me ka pas të komunitetit tonë, por pse din, nuk ka kanë dashme me punu me. Nga koha e shkollës fillore, po edhe të mesmen, pastaj në fakultet, a keni pas, ose a keni pa najherë naj lloj diskriminime? A kanë këqyr njerëz me naj sy, kanë thonë që kënë është apo arrini suksesshëm? Unë nuk kom hetu. As formalisht, as fizikisht, as në çfarë do formë qoftë, kom pas një përkrahje të mirë edhe në gjimnaz. Për shembull, shokun e bankës e kom pas shumë të mirë. Edhe në fillore, me tani kirurgun abdominal që është Avdul Krasniqi, me ata një bankë kemi qenë. Edhe mësuesi na ka qitë gjithmonë na me dhonë asi. Pastaj edhe në gjimnaz i kom pas me ata, zakonisht ata që mësojnë, edhe shoqëron, po e kemi shoqëru edhe me këta që ishin pak. Jo, nuk kom pas kur, as në studime, as prej personelit mësimor, do më thonë prej profesorëve, as prej nxënësave respektivisht studentë. Ja. Asnjëherë nuk e vrejt as gjuhë. Ja, gjuhë të rretis ose diçka, unë për shembull në Barane kom kryer shkollën fillore, tash kred ata fshatarët e atij fshati më thojnë nipash. Që çfarë edhe më të vërtet më respektojnë. Jas. Pastaj e kryet fakultetin, Po. e kryet edhe jurisprudencën, apo më tregon çka keni punu gjatë karrierës tuaj? Une, derisa isha student, para se me kry fakultetin, me diplomu, Faik Bristovci më ka propozu me mbet asistent. Pastaj Indiri atër ka qenë rektor, profesor Ejupi, edhe ai më ka propozu, tha, morëm një mendimi imi është që ti me mbet këtu, asistent, e me vazhdu, se një me kum pas një notë mesatare 8/8. Kështu që unë u thash, faleminderit për besim, por nuk kam mundësi se më lejojnë kushtet ekonomike, sociale, unë rrjedhi prej një familje të klasës punëtore, prindi me nxispret më ju bo një krah pune, kështu që, do më thonë, a e ka ditë kush jom, ndoshta se ka ditë, që po di une, por nuk kom hetu ndonjë diskriminim. Jo, çfarë. Atëre, jom punësu këtu. Për sa vjet keni punu këtu në Pej, pastaj? Po në Pej, unë thash në sistemin gjyqësor, prej 17/2/1975, fillimisht si praktikant, pastaj kom shku, kom kry shërbimin ushtarak, kur e kom kry shërbimin ushtarak në vitin 1977 kom dhonë provimin një jurisprudencës, kështu që një kohë derisa kom dhonë atë provim, e kom kry punën e referentit në procedurë trashëgimore. Pastaj si bashkëpunëtor, edhe ma vonë jam emëru si gjyqtar. Bile, kur më kanë pranu në gjykatën komunale, një kolegë ka qenë gjyqtar hetus, pëtha mo rrema je antare i lidhjes komuniste, thash gjykatë s'ku,
Çfarë lidhje komuniste? Ashtë na sa kemi qenë studente se na ka rënë ndërmend. Ashtë jo s'jam. Tha po të preferoj mu regjistru për arsye se nëse si e antar i Partisë Komuniste së asaj kohe, s'ke mundësi me shku as sekretari një shkolle fillore. Hajde paraqit, domethënë që aty është, domethënë e ka para pa ato sende, edhe ajo është ndim. Se unë çka kom ditë student, me nëzis kom prit me ardhë. Kështu që mirë, edhe fillimisht jam emnu gjyqtari i gjykatës komunale. Kemi pas një bashkëpunim korrekt e shumë të mirë. Me kolegë, unë e kom punu ekskluzivisht në materien civile. Pastaj me kanë propozue se atëherë kanë pas listën e kandidatëve lidhur me përqindjen e landëve të vërtetume ose të ndryshume. Edhe më ka thirrë këta kolegë që ishin gjykatën e Qarkut, më thanë, ti je i parapam si mas politikës kadrovike ma në gjykatën e Qarkut. Une kundërshtova në fillim, se i kena marrë sendet shumë njërë serioze, thash, shefe, une ju falenderoj për gjitha këto që po angazhoni mirë, po mu më duhet edhe pak përvoj, se gjykata e Qarkut është gjithka tjetër, vendimet e asaj gjykate, e qëndrimet juridike, mund t'jenë edhe burimi të tretës. Tha, për këto çështje na kemi shënime, kemi prej në atë kohë prej gjykatës supreme, e kemi pasqyrën tonë veç ti duhesh marrë. Njeni bilen pa të thonë, nëse tash refuzon, nuk shkon. Tha, ke kujdes, se unë e kom pas që të fat, njëherë tha se politika jonë katrovike është shumë e pa asi, mos kime pas shans kur më shku. Vës kime mbet gjykatë komunale, prokurori komunale edhe, jam shku, nuk kom aplikune, por ata që shë kanë para pa në atë kohë, shë që pre asaj kohë, kom punu në gjykatën e Qarkut asaj kohë, ekskluzivisht në materien civile, deri sa kemi shku në vitin 2013 në gjykatën e apelit të Prishtinës. Kështu që bile une, kur më parapan me shku, une aty ishte në atë kohë kryetari gjykatës Qarkut, shoku im i studimeve dhe i punës, Salim Mekaj, edhe une, po thëmë, s'du më ardhë. Unë edhe një kolegë, s'doj më ardhë. Na e bëshim shakata, e thesha, jo mërë unë prej gjumit të i frisy dhe vinë punë këtu. Tha, debre të shkojmë si grupë prej peje, tha, nëse nuk shkoni ju, tha unë, që du më ardhë atje. Edhe kem shku mas taj në Prishtinë. Edhe në Prishtinë, gjykata apelit, ekskluzivisht në materien civile, kam qenë udhëhes i degës civile aty. Aty, normal, ka pas gjyqtar prej kërë qyteteve të Kosovës. Po edhe aty mirë kom. A u pëtonë se... Keni kalu mirë? Mirë kem kalu. Mirë. Pas apelit, ke pas angazhim edhe në këshill gjyqësor, me sa këmë ta? E kam qenë, deri sa kam qenë këtu, në gjykatën e Qarkut të Pej, më kanë caktu zëvendës i ministrit të këshillit gjyqësor, Enver Pecit. Kom shku atje, edhe kom punu 2 mandate aty. Kom kalu mirë edhe aty. Kam qenë edhe kryetari Komisionit Disiplinar. Bile kur ma prunë vendimin, unë shkova të kryesuesit e Enveri, thash, ku më gjete mu i spatlin 52 letra, tha ti në bazë të ligjit, edhe si në bazë detyre zyrtare, si zavend si je kryetar i Komisionit Disiplinar. Edhe pastaj erdhen do tjerë, u bon edhe 2, po edhe aty kom kryat procedurë disiplinore, por s'kom pas. Se edhe ndaj gjyqtarve, edhe ndaj punëtor, por gjyqtar ekskluzivisht, që mirë kom kalu. Aktualisht, për ushtroni edhe avokatin. Po. Qysh po shkon puna? A ke mendu në herë që ki më bo avokat pa të gjitha soj karriere? Po,
Shife, me të vërtet jo, s'kom mendu. Thësha, deri sa të pensionona, por u bon këto pensionet tona sa u bon, edhe përveç pavarësisë ekonomike edhe ki pavarësinë sociale me kolege me sen, jam pensionuam me 3 maj 2015, atëre në vitin 2016 me insistimin e kolegëve, jam certifikuar si avokat, që të kom edhe letë, edhe kom vazhdu atë punë deri me tani. Edhe avokatia ka rolin edhe rëndësinë e vetë në sistemin gjyqësor. Unë vetë sa kom qenë gjyqtarë, kur kom pas avokatin dinitazëve të aftë, ka qenë dora e djathtë të gjyqtarë, se s'ki punë ti, i ki sendet të asi. Kështu që edhe në avokati mirë, jom angazhu rastësisht se unë në princip palës nuk jep garancë për sukses. I thëmë të lutëm, unë nuk jom faktor vendimarës, do të përfasëm njërë dignitoze, njerëzore edhe profesionale. Edhe më varet sa ti në e prova. Gjykata do në prova, pa prova. Nëse më mashtron mua, mashtron vetën, mos thuj që ka u bo. Që kjo është esenca që unë kur si garantoj, se pala është pala, e veç interesin e vetë kry. Sigurisht, avokat, tash po du me diskutu shkurt, a mendon që komunitetet jo shumis në Kosovë përballën me gjuhë nga njerë jo të përshtatshme, mos me thonë gjuhë të rrejtjes? Shife, komuniteti jonë, ju e dini, gjuhë amtare ka gjuhë të nanës e ka gjuhën shqipe. Tjetër gjuhë nuk ka. Doket, zakonet, traditat janë të njëjta. Kështu që tash më varet njerëzit nuk janë të njëjtë, a i në familje nuk i ki krejt antarë të barat njëjtë. Por, për shembull që në drejtësi, jam i vetmi që e kom ushtruar detyrën e gjyqtarit në Dugaxhin. Ka qenë edhe një jurist Sherifdina në shkollën e mesme ekonomike. Tash është ky Eros Gashi, është Mustafa Myrta, që ky është asi. Do më thonë, na kemi pas edhe bili para lufte dhe ma shumë kanë kry fakultetet komunitetit tonë. Kanë qenë sidomos në pej. Se peja është një orë me kuadra të komunitetit tonë. Qoftë jurista, qoftë ekonomista, qoftë inxhiniera. Na këtu kem pas edhe inxhiniera të elektros, maqinerisë, ndërtimtarisë, E kam pas krejt fatin e njëjtë me gjithë punë, mu integru? Po, për shembull në Zastavin kom 3-4 inxhiniera. Pastaj ka pas ekonomista. Megjithëse në atë kohë, si çdo herë, qysha si, por mirë. E tani kur fillun që rregullimet politike shoqërore, atëre fillun njerëzit më ndalë pak. Pastaj edhe emigrimi e bonit vetën. Emigru njerëzit me arsye se edhe të pa punë, se edhe komunitetin tonë të gjithë ja u kanë ndërprej punën pa të spatlidhje. Por kemi qenë kam ngulës me mbrojt lirit edhe të drejtat e njeriut pa ma parasysh për katësin. Kështu që pas lufte ka qenë një lloj rrëmuje me qujt të njerëzve që nuk kanë arsye të shëndosha. Por për ata që vetën e shohin si njerin plot kuptimin e fjalës, ka kështu që friga pak edhe nuk kanë vazhdu tash, që në 2-3 vite, po shkollohen, po në shkolla fillore, të mesme, edhe në universitet. Po. Apo thoni pas luftës në veçanti, u shtu që kjo gjuha po, diskriminimi? ato
në atë kohë më varet për personalitetit. Nuk kem pas për atyre që janë konë pjesëmarrës të luftës, se ata kanë vdek, por kanë qenë ata të cilët në përmes asaj se është dikush me përfitu diçka. Po kupton? Por edhe na kem qenë ashtu që i kem thonë të lutem, çka ke bo ti, kem bo edhe na. Unë për shembull e kom shu punën, që më shku me dhonë betimin. Çka do në ti më shumë? Ose më ka thonë, një kolegë me thonë, le ty marrëm në të njofim, ke një familje 7-8 antarëshe, 6 fëmijë, shoqja vetë. I kom thonë, ju lutem, kjo është e drejtë e imja ekskluzive. A mbesu në këtu? A nuk mbes këtu, unë është problemi imi. Njeni tha, po fëmija, fëmija e mi jënë mësu me hongër buk me speca turshije me lakna. Shë që nuk du me vu në pikpytje dignitetin tim si njeri. Nëse. Edhe, masandej, një busqirëshje, po. Kështu që në fillim, jo, ndaj, ka pas, ndoshta, po i kanë zgjedhë dhe njerëzit. Se më varet qysh i e gjinë, pak me të pas që ke qenë labil, por se në luft kem pas edhe, nga ona jonë, të brame, kem pas pjesëtare, kem pas gjithë din krejtë Kosova. Ose edhe na ekskluzivisht gjuhë amtare kem gjuhën shqipe, gjuhë nonës, tjetër gjuhë, e dim na dhe serbishtën, për të sash gjuhë e jonja. Për krahje, edhe na kem pas, prej kojshrive, të mirë. Do më thonë, të gjithë kemi me mbet këtu, e të qofë sa jo frigu, dikush, në frigen nuk e më gjallar më shkru hajmelia. A keni vrejt diskriminim edhe në punësim, edhe në qastje, në jetë përditshme? Në përgjësi, jo vetëm shambull të jo të rasti ju? Po, në përgjësi, ka një lloj, s'po di qysh më të thonë, për shambull të na përdoret fjala ma gjëp. Rinia nuk durojnë. Se ajo është një shprehje e vjetër që ka mbet prej, edhe ata tash reagojnë, nuk pritojnë me reagu. Edhe jo në mënyrë institucionale, po edhe në mënyra tjera, i shkon në shtëpi thot lutet, çka të kom bërz. A flasu në gjuhën shqipe, po. Do këtë zakonet, traditat, a i kom shqiptare, po. A ka lshu baba jam punën, po. Pse po më ofendon? Me më thonë egyptian, kur farë ofendimi s'kam, se i tilë jam. Cili është një mesazh që ja kështë dho trive, trejave nga komunitetet? Po, Jo keni kry shkollim, jeni punësu pozitat larta shtetërore. Prej këti konveshtrim mesazh, çka i kështë dho trive, trejave që të ngojnë? një mesazhi imi është kështu. Së pari të janë vetë vetja. Se duhet për me qenë vetë vetja në këti 3 kritere kryesore. Është kriteri integriteti njerëzor, moral edhe profesional. Edhe gjithkuj me atë regu vine ku që deri ku është. Por në qoftë se ajo të i kalohet, duhet me reagu në mënyrë përshtatshme. Porosia ime kryesore është duhet mu angazhu ma shumë në drejtim të arsimimit dhe edukimit. Se nuk ka dritë asnjë popull në qoftë se nuk arsimohet. Nuk du më thonën si prind tonë, para arsit tonë, nuk kanë ditë, por derisa tash kushtet bashkohore, standardi, dojnë me ditë shkrim, lexim, gjuhën, digitronin, gjitha këto, është porosia ime ekskluzive dhe kish kalut mu arsimu, edhe thashe thamat se njerëzit flasin në mënyrat ndryshme që shu kanë venan, por besoj që s'kanë me pas problem në edukimin në arsimim. Kjo është porosia ime. Edhe normal me fshqi, me qytet, me pas raportet mira njerëzore. A ke vrejt në herë gjuhë jo të mirë ndaj komuniteteve, qoftë në internet, qoftë në media, ju kanë referu, nuk i kanë trajtu mirë duhur? Po, shife, ka dështa gjithkon, por të na këtu zakonisht mirë trajtojnë njerëzit, por për shembull në për shkolla, jo, hajtë të atje, jo, po reagojnë njerëzit.
Se nuk është mirë për shembull me i thonë nxënësit, hajde më i ma gjupe ti ku je. Aja ndin veten, ofendohet, ose mor ma gjupe, se qa po lyp. Aja ndikon negativisht në mbarë shoqërinë. Njerëzit duhet mu trajtu në mënyrë të barabartë. A ka kësi raste? Allaj, tralla janë. Edhe kur ka kësi rasti, ngritet zëri në organet kompetente. Ja, nuk